Ai që e din madhrinë Allahut Azza wa Jall ka mendim të mirë për Zotin e vet. Si ka mendim? Allah ka mendim të mirë dhe nuk guxon me pas mendim të keq asnjëherë. Mendim të mirë ka që Allahu Azza wa Jall i don ata që adhurojnë. Ka mendim të mirë se Allahu Azza wa Jall i ringjall ditën e Kiametit dhe ka ku vetë mi ringjall për të shpërblet ditën e gjykimit. Ata të cilët e njohin Allahun Azza wa Jall dhe e din madhrinë e tij, Allahu ka kudret që ato vetëm me fjalën kun feyekun bau. Ato kanë mendim të mirë ndaj Allahut Azza wa Jall. Ndërsa mendim këshit janë ata të cilët mendojnë se Allahu Azza wa Jall robët e tij musliman të cilët të rasin rrugën Allahut, ushtarë që luftojnë për dinën Allahut, mendojnë se Allahu Azza wa Jall i le pas dorë dhe nuk i ndihmon atë. Kjo është mendim keq ndaj Zotit vet. Ai që e din madhrinë e Allahut Azza wa Jall të madhe, e din se Allahu Azza wa Jall çdo sen asnjë gjë nuk bën prej pemës sipërfaqen e tokës vetëm me caktimin dhe përcaktimin dhe lejen e Allahut. A mund gjetje me ra pa lejen e Allahut? S'mund me rejtë. Pa mund jo muslimoni me mit muslimoni pa lejen e Allahut? Asnjëherë. Ndërsa ai i cili ka mendim të keq ndaj Allahut Azza wa Jall, thot Allahu i la musliman pas dorë. Feja Allahut mbaroi e pat. U kri, erdhen me hoxha e shujti. Edhe këto klishtë e ati që kanë merë. E keni po që që lejnë tash këto klishtë. Këto janë klishtë e ati, të cilët i kalon pas. Pra mendojnë këto, se Allahu Azza wa Jall e tradhton fenë e vetë. Këto mendojnë se Allahu Azza wa Jall nuk i ndihmon ushtarët dhe pishtarët e muslimanëve. Po kjo fe ka me ngallëni, me neve apo pa neve. Se Allahu Azza wa Jall premtimin e tij nuk e thënë. Bene ka thonë pejgamberi Allahu se kjo fe ka me arrit ku ka arrit dita dhe nota. Pra ku ka mrin, ku ka ditë dhe notë, Islami që je ka jo me ardhë tu. U bo një Gjerman, një Japones, jo. Krejt bu bon, musliman dhe me shëriat me gjiku. Kështu ka thonë pejgamberi Allahu. Për këtë arsye u ledhë të ndërshëm, ka thonë këtë dëshpërimin më të madh këto ditë, kush e kanë? Ata të cilët kanë shpenzu dhe shpenzojnë, harxojnë për të luftuar musliman. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharuna liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Ato të cilët kanë bë kufër ndaj Allahut, kanë me shpenzu krejt çka e posedojnë. Kanë me harxhu këtë fondin edhe rezervët kanë me harxhu për të luftu fejen. Apo ndodh kjo? Për ditë është ndodh. Pastaj kanë mi kaqë të kishtë dhe vetë kanë mira pishmonit. Se na vërtet i luftur muslimat, amo Kina shkoj për parë. Na muslimat i luftur në Rusia pasi pat vdek urin gjallë. Dul ariu i barë. Ta është që shmenol këtë Putinin që ka mi bo. Për këtë arsye, se herë që i luftoj musliman, ju del nga një armiq. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall thot, pastaj kanë mu dëshpëru. Edhe dëshpërimet e tyre vazhdojnë edhe më tej. Pra atë faktur ndihma Izraeli që ja bon nga perëndimi, e dini ju, të hapur bota e civilizimit, thonë veç shkruaj çekin, ka thonë Allahu Azza wa Jall kanë mi harxhu, të gjithë që i posedojnë në fund kanë mu dëshmu, çka banëm në? Pse banëm këtë budallaki? Allahu Azza wa Jall thot walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka mi ngrit musliman, ka mi bokrenar, dhe Allahu Azza wa Jall nuk e ban këtë hikmet vetëm t'i daje munafikët nga musliman. Se me bollëk kemi munafik. Nëse bitojmë shpijona atë inteligjencës, kemi bollëk. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i ban njerë ingrit jo musliman, që i shove kush e donë Allahun dhe kush ka beson madhrinë Allahut. Kush i beson superfuqive, që janë më të fuqishëm, dhe kush i beson se Allahu është më i madhi, më i fuqishëm. S'ka kush i mund me qëndru për Allahut Azza wa Jall. Ama këtë madhri nuk e din ata të ligët të cilët nuk e njohin Zotin e vet.